Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Keni gjithmonë në dhimbje koke, këto receta të gjyshes do ju lënë pa fjalë. Bajamet bëjnë pjesë në arrorët më të shëndetshëm për organizmin e njeriut. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale, veçanërisht me magnez dhe njëkohësisht frekuenca dhe intensiteti i dhimbjes së kokës janë të ndryshme në varësi të individit, ndërkohë që ilaçet në treg nuk kanë aftësinë të kurojnë çdo dhimbje koke. Bajamet kundër migrenës dhe dhimbjeve të kokës. Bajamet përmbajnë substanca që luftojnë inflamacionin. Me një veçori të tillë, konsumi i bajameve ndihmon në parandalimin e dhimbjeve të kokës. Sipas të dhënave, njerëzit të cilët vuajnë nga migrena kanë nivele të ulta të magnezit në organizëm. Një studim i Universitetit të Marylandit analizoi efikasitetin e magnezit në parandalimin e migrenës. Gjetjet e studimit treguan se episodet e migrenës ulen me 41.6% tek njerëzit që i përmbajnë rekomandimeve ditore të konsumit të magnezit. Ky mineral është gjithashtu thelbësor për qetësimin e nervave, lodhjes, stresit dhe tensionit. Në bashkëpunim me vitaminën B2, e cila gjendet gjithashtu tek bajamet, magnezi rekomandohet që të merret nga njerëzit të cilët përballen me episode të përsëritura të migrenës. Për më tepër, studimet konfirmojnë se konsumi i 400 mg vitamin B2 në ditë përgjysmon frekuencën e migrenës tek njeriu. Sasia e rekomanduar e bajameve dhe si t'i përdorni. Atëherë, bajamet ju mundet që t'i zhysni në ujë dhe t'i mbani gjatë gjithë natës. Më pas, ata kullohen dhe duhen konsumuar për mëngjes, esëll ose jo. Kujdes, uji i bajameve nuk duhet konsumuar, por duhet konsumuar vetëm bajamet. Vlera dhe përfitimet të tjera të bajameve. Bajamet janë të pasura me antioksidantë të cilët të luftojnë radikalet e lira dhe njëkohësisht ngrënia e bajameve ndihmon në frenimin e nepsit dhe ju mban ju të ngopur për një kohë sa më të gjatë. Ato janë të pasura edhe me vitaminën E, madje uli nivelin e kolesterolit me shumë efikasitet. E fundit, por jo nga rëndësia, magnezi tek bajamet ndihmon edhe në uljen e tensionit të gjakut. Lëng, limoni dhe krip. Dhimbjet e kokës, por edhe ato më të forta, siç është migrena, nuk mundet që t'i përshkruaj kurrë saktë dikush që nuk i ka provuar ato. Këto dhimbje, sipas njerëzve që vuajnë nga migrena, të lënë kruspull dhe në gjendje amullie të pashpresë. Kura magjike kundër dhimbjeve të forta të kokës apo migrenës nuk ka. Megjithatë, ka disa produkte krejt natyrale që ofrojnë një shpëtim të menjëhershëm. Ne këtu do t'ju sillim një trajtim natyral i cili përmban 3 përbërës dhe ofron lehtësim të menjëhershëm për dhimbje të forta të kokës. Juve do t'ju duhet një gotë e mbushur 3 çerek me ujë, lëngu i një limoni dhe një lug çaj me krip jo të mbushur plot. Përzieni së bashku dhe pjeni lëngun menjëherë. Për saktësi, duhet të dini që kripa që duhet të përdorni të jetë e një cilësie të mirë. Rekomandohet kripa roz me emrin kripa Himalajeve. E gjeni në dyqane dhe markete, por mund të përdoret edhe kripa e zakonshme. Si ta kuptoni nëse kjo kur funksionon për ju? Çdo trajtim apo kur natyrale funksionon ndryshe tek njerëzit. Dhimbjet e forta të kokës, si edhe migrena, prek 1 në 10 njerëz në botë dhe secili prej tyre rrëfen simptoma herë të ngjashme dhe herë të ndryshme. Kura me krip dhe lëng limoni është e mirë për njerëzit që kanë simptoma si të përzjera,
të villa, mbirje, therje, marrëmendje, djeshmëri ndaj dritës, zhurmës dhe aromave, dhimbje e cila zgjat 2 deri në 72 orë dhe dhimbje pulsuese të kokës. Qumësht dhe kanellë është kura natyrale kundër dhimbjeve të kokës. Me ngarkesën e përditshme, dhimbjet e kokës janë kthyer në një shqetësim të përhershëm. Lodhja, stresi, luhatje të tensionit apo edhe një gjumë jo i rehatshëm. Shkaqet janë nga më të ndryshmet. Shpesh vetëm me qëllimin që dhimbja e kokës të ndalojë, ne konsumojmë ilaçe të shumta që herë funksionojnë dhe herë jo. Ne këtu do t'ju stillim një kombinim i cili pihet kur keni dhimbje koke për të lehtësuar dhe eliminuar krizat e forta dhe të padurueshme. Të gjithë përbërësit natyral nuk e dëmtojnë fare organizmin nëse konsumohen. Gjithçka që juve do t'ju duhet për këtë recetë janë kanella, qumshti dhe mjalti. Si të përgatisni kurën me kanellë për dhimbjen e kokës? Në një çajnik ne hedhim një gotë me qumësht dhe vendosim atë në zjarr për të ngrohur. Aty ne do të shtojmë 2 lugë çaj me kanellë pluhur. Qumshti me kanellë duhet lënë në zjarr që të arrijë pikën e zierjes. Ne ju këshillojmë që të keni kujdes që të mos e lini qumshtin të valojë shumë, pasi një zierje e fortë do t'i humbiste të gjitha vlerat e nevojshme të ushqyesve. Qumshti me kanellën e kalojmë në një gotë qelçi dhe aty shtojmë 1 lugë çaj me mjalt. Duhet ta përzieni vazhdimisht në mënyrë që kanella të mos kullojë në fund të gotës. Kështu kur ta pini, shija e kanellës do të jetë neutralizuar më së miri me qumshtin dhe me mjaltin. Pasi ju të keni pirë qumshtin me kanellë, është më e mira që ju të shtriheni për disa minuta dhe të prisni që kjo pije të bëjë efekt. Vlerat të qumshtit me kanellë dhe me mjalt. Qumshti i ngrohtë dhe mjalti ju qetësojnë muskujt e kontraktuar nga dhimbja, ndërsa substancat të cilat gjenden pikërisht tek kanella arrin që të neutralizojnë receptorët e dhimbjes dhe kështu krizat në formën e goditjeve do të fillojnë dhe do të zbehen. Nëse nuk keni kanellë pluhur, ne ju këshillojmë që të përdorni edhe shkopinjtë e kanellës. Mjafton që në vend të 2 lugë gjelle të kanellës pluhur t'i zëvendësoni me një shkop kanellë. Gjithashtu ju mund të përdorni edhe xhenxhefilin. Xhenxhefili njihet si një mrekulli kundër dhimbjeve të kokës dhe për fat të mirë e gjejmë në shtëpi pas një problem. Si mund ta përdorësh xhenxhefilin kundër dhimbjeve të kokës? Ju mundet që ta përdorni atë duke përzierë sasi të barabarta të lëngut të xhenxhefilit dhe një kostish të limonit. Kështu ju mundet që ta pini atë 2 herë në ditë. Me xhenxhefilin ju mundet që të përgatisni një pastë duke përzierë pluhurin e zhardhokut dhe 2 lugë gjelle me ujë. Lyeni ballin me pastën e xhenxhefilit dhe prisni disa minuta derisa dhimbja të lehtësohet. Borziloku. Zgjini 3 ose 4 gjethe të freskëta borziloku në një filxhan me ujë të nxehtë. Shtoni aty mjaltin dhe pijeni çajin ngadalë. Mund të përtypni dhe disa gjethe ose të nuhasni avullin e lëshuar nga borziloku i zier. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.